është treguar në këtë summit këtu. Do thotë përkundër se gjithë çfarë ndodhi kur Vučić shkoi te Putin, dhe gjithë e prisnin se ai do të trajtohet keq, dhe kush është Macron tani? Macron është lider i Bashkimit Evropian, sa i përket aspektit të diplomacisë. Dhe ne të shkojmë domethënë reprezentues të Republikës së Kosovës të shkojnë në përqafime të diplomacisë franceze, të cilat s'kan qenë favorin ton, as gjatë kohës bombardimit dihet një major i francez në NATO ka rrjedhë informacionin dhe në vend se të kryen operacionet brenda 3 ditëve, ky është shkaku pse ato kanë zgjatur me muaj të tërë bombardimet e NATO-s këtu, sepse një major kishte bërë spionazh dhe ai është dënuar, dihet edhe kush është me emër mbi emër, ishte francez. Do të thotë një shembull konkret. Diplomacisë, do me thonë, diplomacisë shumë të hershme të ndërlidhur franceze dhe serbe këtu. Tani, njëjtën gjë po si rezultat kur erdhi Vučić dhe takimi me Macron. Por përjashta kësaj, sigurisht, zotri Tayyip Erdogan me paraqitjen e tij tregon një stabilitet vertikal të fuqishëm të prezencës së tij në Evropë, karshi Macronit. Atë çka unë kam mujt me lexu me kap. Dhe këtë që po them tash do e shohim në ditët në vijim, masa jo në kohën shumë shkurt në të ardhmen, por do ta shohim në ngjarje kur Turqia dhe Franca do të ketë ballafaqime të paktën diplomatike për interesat apo influencën e tyre në këtë region të Evropës. Tani pyetja është për çfarë do jetë ballafaqimet, sepse më e rëndësishme se sa ajo që unë nisa t'ju pyes për një koment për zotin Spahiu, në këtë rast është ballafaqimi mes Turqisë edhe Francës në të ardhmen e afërt që ju thatë në këtë region. Po, atë e shoh unë. Atë e shoh unë edhe unë jam i gatshëm, nëse nuk dal ashtu, jam i gatshëm edhe me kërku falje. Këtë nuk e di, por çka mund të lexoj nga pamja çka kam pa, është se Macron edhe Turqia do të ketë një përplasje të paktën diplomatike për influencat e tyre së pari në vendin kur ne jetojmë dhe besa edhe më gjerë në Evropë. Pra, kush do jetë zoti Ballkanit tani, Erdogani apo Macroni? Po kjo do të jetë një pashmangshme një garë mes në dy vendeve, se sa do të ketë ndikim Macroni në Turqi, brenda Turqisë, nuk lën shumë hapësinë. Pse nuk lën shumë hapësinë? Zotri Balla kur u ndrua udhëheqja në Siri, përgjigjja ime ka qenë se a do të pranohet leadershipi aktual tash që është i Sirisë, dhe si do të ndodhë ajo, përgjigjja ime ka qenë në atë kohë, në atë ditë, se 3 vende do të pyeten për këtë punë. Është Arabia Saudite, Amerika edhe Turqia. Dhe tani kjo ndodhi. 3 vende u pyeten se çka do të ndodhë me Sirinë. Dhe kjo ndodhi saktësisht me atë takimin e Trump në Arabinë Saudite, duke marrë parasysh gjithashtu dhe kontratat e tjera që kanë ndodhur. Por, mas takimit me mbretërit atje, zotri Trump, dhe vetë deklarohet para gazetarët se kishte komunikim me një lider shumë të fuqishëm siç është Tayyip Erdogan dhe kishin marrëveshje